nga rrëfime për ikje dhe rikthim tek zëri që bëri Reçanin të njohur. Tani ju sjellim rrëfimin edhe për Hanife Sejfullah. Ajo ka qenë një këngëtare shembullore fshatit Reçan. Ka pasur një qerë këngëtar, ka qenë Rauf Nureddin, ka qenë Mehdi Raifi, ka qenë Injeri Vllaja. Raufi, po tash unë jam thoj disa kohë. Rrëfimi për Hanife Sejfullah nuk mbaron me fjalë. Ai vazhdon në kujtime, në zërin që ndjehon rrugëve të Reçanit. Por, kush ishte Aqif Reçani? Po, ajo ka në 7-8 vjetë, nuk jam 7-8 vjetë që këmë ngritë Aqif Reçani. Ai ka qenë atërë shumë fshati jonë ka qenë fshat më në kohën, atërë si kanë qenë me dame, thona, fshati jonë ka qenë balista, ka qenë, Aqif Reçani ka qenë sekretari, thona i balës kombëtar, si luftetar, në të kemë si simboli jonë i fshatit Reçan. Ashtë Aqifi, ka një qefë, thona, ai nuk mundet vetë, ka pasën e shumë këtë. Njohëm edhe një fshat më tepër. Ky ishte Reçani, një fshat me njerëz më mikpritës, me njerëz jo më kot i njohur për intelektual të mëdhej.